në ishkullin Sazanit që nga viti 1979 deri në 80 shpunuar dhe ka qenë kabli elektrik. Pra që të qonte energjinë elektrike nga Vlora në Sazan. Ujor. I shtrirë në det. Po nuk dëmtoje? U dëmtua, është vjedhur. Është vjedhur? Nuk ekziston më. Qa thua? Po. Në cilin vit u vëth? Mëraj. Është ajo teoria, dërmoa e shkatron vete në barbar. Pra një punë e shkëlqyer që bë nga inxhinierët e ishullit Sazanit, u shkatrua. Në 91-shin u vëth? Nuk e, besoj është vjedhur në 97, se deri në 94 se ka pas familja. Se kishte familja akoma? Po, deri në 94 ka pas. Po në 97 ishte ajo që shkatroi çdo gjë. Po sa kilometra ishte kabli? Po kabli ishte nga Triporti në Sazan. Që i bie? I bie rreth 12 kilometra. 12 kilometra. E kanë marrë ata, e kanë shitur. Për skrap. Për bak. Për bakër, ë? Po. Vlen ajo, sa vlen ajo? Thjesht një, më jep një shifër. Tani ka një gjë që materialet që prodhonte uzina e Shkodrës ishin të shkëlqyera. Nuk janë si këto që vinë. Tani 12 km kabull bakër, sa kushton? Nuk e di tani. Po jo, pa ka shumë, të kemi ide. Po ma bëjtë se ka shumë vlerë. Ka vlerë. Po që... Sa? Tani për shembull është e panevojshëm. Si është e panevojshëm? Pra arsye se unë do të mendoja për furnizimin e ishullit Sazanit. Jo, po them si vlerë unë, okej, do të pysë për këtë, po si vlerë? Tani, ishullit Sazanit ka 2 kodra. Po, 2 kodra. Kanë qenë 2 bateri fundajrore. Kodra veriu dhe e jugu. Në qoftë se atje vendos panele bjellore të shkëlqyera, atje mbulon jo ishtullin Sazanit, por të çosh dhe energji elektrike në Vlorë. Pra, kostua për furnizimin me energji elektrike të ishte Sazanit është shumë. Po kjo 12 km më bëri shumë përshtypje bakër, sa vlerë, ma bëj llogari. Celularin e ka aty. Ishte një kaq, sa diametri i tubit ishte kaq. Ua, pas ka qenë shumë i trash. Po i bie me $1 milion po një. Më shumë? Shumë tepër. Shumë tepër? Po. $5 milion? Patjetër. $5 milion është vjedhur ajo? Po. Ua, po kush e vodhi? Ua, qa thua më? Mos ekzistenca e shtetit në 97 ishte një katastrofë e madhe për Shqipërinë. Tani, projekti tani që keni parë, më thuaj disa detaje, sepse ju e ngritët lartë. Shiko, lidhja e poetit të Zvënecit me ishtullin Sazanit ka dhe një gjë pozitive. Çfarë pozitive? Për arsye se do krijohet mundësia e lëvizjes Sazan-Zvënec. Me anije e këtë? Me skafe të vegjël. Po pra, me mjete detare. Krijohet një rrugë komunikimi e shkëlqyer. Që s'ka qenë, që nuk ekziston. Se ne kishim që vinte anija një herë në ditë dhe kthej, tani mund të vjen me 10 skafe në ishtullin Sazanit. Një anije ishte në atë kohë? Një anije. Vinte për ditë ajo? Postali ajo vente dhe vinte. Vinte mëngjes në cilën orë? Ikte në mëngjes ka ishte Sazani, kthej mbas dite. Sa bënde Vlorë Sazan? Po varej nga moti. Kishte raste me 1 orë gjysmë, kishte raste edhe 3 orë gjysmë. 3 orë gjysmë? Kishte raste që kur dilje në Vlorë haje një drek me një shok, me një mik, dhe të dilte nga hundët, se kishte det keq. Deti keq bëndet vetën. Kishte raste që edhe 3 orë. Të dhe itke... Do të vjone si pas rrymave? Si pas rrymave, si pas... Po, dhe projekti tani, më thuaj ti çka për projektet, të dyja projekte. Shiko, nuk dua ta zgjatë shumë, por unë them këtë. Po? Duke qenë se është një investim amerikan, për mua është një investim bindës. Amerikani nuk i jetë kot parat. Amerikani ka një gjë pozitive i dashur nani. Po të njohës kushtetutën amerikane, Amerikani e mbron shtetasin e tij Amerikan. Dhe unë këtë kam parë në 97-ën, me sytë e mi. Po? Ndjes pas kushërinë në stime, kishte e baba në Amerikë, erdi në 96-ën, u bërë muja në 97-ën, dhe ka ardhur helikopteri në Gjirokastra e ka marrë e ka shkuar Tiranë dhe nga Tirana në Amerikë. Pra e mbron shtetasin amerikan. Po kështu, dhe investimin amerikan. Pra, ati do bëhet një investim i qëndrueshëm, që do t'i japi zhvillim, do t'i japi
të themi edhe këtë, që ka dhe xhelozi nga fqinjët tanë. Ka dhe xhelozi. Nuk e duam. Nuk e duam këtë investim. E ke fjallën për Greqinë. Po, për ishullin Sazanit. Po, Greqia është... Po, vetë kuptohet. Po, ka që shumë e dëmtojmë? Kështë është një investim i një nivellit të lartë, ku do vinë turistë të nivellit të lartë, do vinë turistë të Hollywoodit, do vinë artistë të Hollywoodit, pra do rritet shumë nivellit turistik. Kështu që... Do dhe njëri duke thënë që kryeministri ka drejt kur thotë që ajo do bëhet dhe pikë. Unë jam në mbështetje të plot të zhvillimit ekonomik të Shqipërisë, në mbështetje ekonomik të kombit shqiptar. Jo vetëm Sazani, Vërneci, Karabruni, por edhe i Centrali, i Skavicës, është një domosdoshmëri për mua është një zhvillim. Po pse ka reagim kaq të madh, kaq të fortë? Shiko, reagimi është se njerëzit kanë qenë me një politik pak miope. Nuk shikojnë larg. Po të bësh një krahasim të deputetëve të viteve 92, po? Me deputetët që janë tani, lë për të dëshiruar. Në qoftë se atëherë u propozuan pedagog, intelektual, me nivel kërkues shkencor, nëse tani pikë pyetje. Prandaj u gënkom që kërkesa primare e kësaj proteste në interes të Shqipërisë, në interes të kombit shqiptar, të jetë lista e hapë. Deputetin ta votoj populli. Populli bën seleksionimin. Okej, më thuaj diçka për projektin, me që ju e keni parë me detaje. Shiko, projekti ka një gjë pozitive për arsye se do ketë një infrastrukturë të nivelit të lartë. Si kjo, se këtë e kemi dëgjuar shpesh, po në detaje. Duke filluar që nga furnizimet, me ujë, me energji elektrike. Do atje do ketë një kështu ujësjellës, do të ketë një... Patjetër, mundësit janë, bile ne kemi mendimin që ta shohim ujin dhe nga Vlora, nga Smokfina. Ne kemi përgatitur projektin që të furnizojmë Vlorën me ujë nga burimet e çmuara të Smokfinës, të Vërmikut. Vlorën? Po. Po Sazani, po mirë Vlorën. Dhe unë që atëre, kur bëm takimin e parë me kryetarin e bashkisë të Vlorës, zoti Leli, duke qenë se ishin të dy ish banor të Sazanit, e projektuam dhe menduam që të linim dhe intubacion që nga Kanina për shembull, të shkonte drejt në Sazan. Pra dëshira jonë si ish banor të Sazanit. Nuk ka si ujë i Smokfinës, ujë i Vërmikut. Ne kemi bërë një video që kemi transmetuar në parë, ose të vemi ta shikojmë atje i Dashurlandi, është një perlë. Na ka dhënë natyra. Ne sot shqiptarët e paguan ujë me kosto. Unë jam gjirokastit me origjinë. Edhe i bëj llogarit jo sot për sot, po sot për nesër. Sa është kostoja? Shiko, projekte që kemi bërë ne janë projekte me gravitacion, ose si sot populli me vetrjedhje. Pra, ke shpenzimin e parë dhe pasaj s'ka më. Nuk ka më. Dhe kryesorja është që ka garanci të përhershme. Nuk ekziston në koncepti, jo dojtë pompa, jo s'u dojtë pompa. Sot, Vlora furnizohet me sistem pompimi. Sot, Fieri furnizohet me sistem pompimi. Sot, Saranda furnizohet me sistem pompimi. Kur natyra i ka dhënë një burim të vyer në kotën 270 metra mbi nivelin e detit, që gjithë Saranda, kurorën e 5, të jetë me furnizim me ujë me vetrjedhje.